edhe seancat të tjera ku do të krijohet ose jo kuvendi? Po, në mendoj që nesër do t'jetë njëra ndër seancat më të jo parashikueshme që ka pas në historinë e Kosovës, ndoshta edhe vetë pse unë po marr pjesë në të, por edhe duke shikuar në histori, unë mendoj që nesër do t'jetë një seancë vështirë e parashikueshme sa çfarë do të ndodhë. Ajo çfarë dihet është që padyshim që do të bëhet betimi gjithë deputetëve të këtij mandati dhe në rand të ditës është edhe konstituimi i Kuvendit të Republikës së Kosovës që nuk kupton zgjedhja e kryetarëve dhe nënkretarëve. Mirë, ajo çfarë dihet deri më tani që është e sigurt është që betimi i deputetëve do të bëhet nesër, ndërsa për të tjerat unë mendoj që është vështirë të parashikohet me që numrat në të cilën ka dalë nga zgjedhjet Republika e Kosovës janë të atill që është vështirë që të krijohet një qartësi e qartë se çfarë mund të ndodhë nesër. Pra, zoti Berami, po parashikoni se mund të ketë befasi në seancën e nesërme, a do të bëjë befasi edhe PDK-ja? Po, PDK-ja, si gjithmonë, ju e thatë, unë jam një deputet i ri dhe për herë të parë jam deputet e Republikës së Kosovës, për herë të parë jam edhe në strukturat e Partisë Demokratike të Kosovës, PDK tashmë ka një traditë të madhe institucionale, edhe të krijimit të institucioneve, edhe të krijimit të parlamenteve, edhe të qeverive, edhe të presidencës, edhe më besoj që me këtë përvojë, me këtë vetbesim do shkoj nesër edhe në seancën e nesërme, duke respektuar vullnetin e qytetarëve të Republikës së Kosovës, duke respektuar kushtetutën, ligjet e Kosovës dhe këto janë udhërrëfiset që janë për Partinë Demokratike të Kosovës. Nga kush pra prisnin befasi, nëse PDK nuk do të bëj befasi, do të bëj pjesa tjetër e opozitës, apo do të bëj vetëvendosja e Albin Kurtit? Po, ju e dini që Partia Demokratike e Kosovës edhe në fushatë edhe pas fushatës ka qenë shumë e qartë në kërkesat e saj, ka qenë një kërkesë e vazhdueshme që qeverinë e ardhshme, institucionet e Republikës së Kosovës të ardhshme të bëhen nga partitë opozitare. Kjo është dëshira dhe kërkesa e jonë. Mirë po, është vështirë të parashikohet, siç thash deri nesër, se çfarë mundet me ndodhë. Me që në të dy taborët edhe të partitë që kanë qenë deri më sot në pushtet, po edhe të partitë opozitare ka pas biseda, ka pas takime, ka pas telefonata, ka pas përpjekje, kështu që mbetet të shihet nesër se çfarë do të ndodhë. Natyrisht që Republika e Kosovës nuk ka shumë kohë për me prit, i duhen institucionet e reja, i duhen institucionet stabile dhe e mira e Kosovës, e mira e interesit e Republikës Kosovës do të ishte që ato të krijohen nga opozita, nga partitë shtetformuese, nga partitë që kanë ndihmuar në çlirimin dhe në shtetëndërtimin në Kosovë dhe jo nga parti politike të cilat tash 4 vite e kanë vendosur Kosovën në sanksione ndërkombëtare, e kanë prish marrëdhënie me Shtetet Bashkuara të Amerikës, kanë shkatruar ekonominë, kanë shkatruar bizneset, kanë rritë çmimet dhe shumë skandale tjera korruptive për të cilat Kosova edhe 4 vite të ardhshme nuk mund të bëjë. Dhe kjo ka qenë përpjekja e vazhdueshme e Partisë Demokratike të Kosovës, edhe kryetari Memli Krasniqi, edhe kandidati jon për kryeministër zoti Bedri Hamza kanë qenë shumë të qartë në ditët, në javët e kaluara për pozicionin e Partisë Demokratike të Kosovës. Pra, pozicioni i Partisë Demokratike të Kosovës, zoti Berami, mbetet i pa ndryshuar, jo koalicion me vetëvendosjen dhe të gatshëm për të marrë barën për të krijuar qeverinë e re në rast se Albin Kurti, si mandatari i parë, dështon ta bëjë këtë. Po, kjo është qëndrimi i PDK-s, i cili mbetet i pandryshueshëm, ka qenë i pandryshueshëm, siç thash edhe në gjatë fushatës zgjedhore, Bedri Hamza bashkë me Memli Krasniqin dhe anëtarë tjerë të Partisë Demokratike të Kosovës kanë afirmuar këtë qëllim të PDK-s mas zgjedhjeve, po ashtu Bedri Hamza edhe me tutje për Partinë Demokratike të Kosovës mbetet kandidati më i mirë, më serioz për kryeministër. PDK ka program më të mirë për transformimin ekonomik dhe shoqëror të Republikës Kosovës, sidomos në rrethana gjeopolitike në të cilat ndodhen në këtë izolim, në këtë zymtësi, në këtë mungesë të parashikueshmërisë, në mungesë të sigurisë që ndodheme, por është në dorën e deputetëve dhe siç thash numrat janë të tillë që
si më thonë, e synojnë një përbashkim dhe dëshira jonë, synimi jonë ka qenë gjithmonë që të kemi një përbashkim të partive opozitare në mënyrë që të kemi një qeveri të re dhe të kemi një fillim të ri për Republikën e Kosovës. Thatë, i përmendet numrat, këta numra duket se nuk po i dalin matematika të gjithve dhe në një situatë të tillë, zoti Berami, kur duket se as opozitës shpesher e as Albin Kurti dhe vetëvendosjes nuk po i shkojnë matematikat ashtu për të krijuar atë që kanë synuar dhe kanë premtuar gjatë fushatës, çka mund të ndodhë, a mund të ndodhë që krejt situata të futet një çorsokak që do të jetë vështirë pastaj i kalueshëm për të gjitha partitë? Po, fatkeqësisht që nga viti 2014 në Kosovë është kriju një praktik jo e mirë, ku ne kemi pas zgjedhje fer demokratike, të cilat janë përshëndetur nga Bashkia Ndërkombëtare, nga qytetarët e Kosovës, dhe kur bëhet fjalë për krijimin e institucioneve, kemi në shumë raste kemi kriju vonesa të panevojshme dhe këto vonesa natyrisht që ndikojnë edhe në forcimin e demokracisë, ndikojnë edhe në seriozitetin e shtetit të Kosovës dhe kjo nuk duhet të përsëritet. Kosova nuk ka kohë për të humbur për shkak të gjendjes gjeopolitike, për shkak të një bote e cila po ndryshon çdo ditë, për shkak të rrezikut të brendshëm, për shkak të rrezikut nga Serbia. Kosova nuk e ka luksin që të hyjë në avantura për të kriju vonesa të parësishme në krijimin e institucioneve dhe kjo do të bënte një dëm shumë të madh Republikës së Kosovës dhe ne edhe si deputet nuk duhet ta lejojmë një gjë të tillë, me që vullneti i popullit të Kosovës duhet të shkojë në vend, edhe ky vullnet ka qenë për një qeveri nga opozita, me që opozita me numrat në parlament e ka shumicën, por mbetet pra deputetëve që nesër dhe në ditët e ardhshme të vendosin për këtë. E qartë, zoti Berami, e di që keni shumë punë nesër, prandaj po ju liroj dhe po ju falenderoj shumë që ishit pjesë e edicionit special sonte bashkë me mua dhe ju uroj punë të mbarë. Faleminderit shumë. Do të shohim nëse do ndodhin ato befasit që i paralajmërua, do të jemi sërish këtu nesër për të parë se çka po ndodh, do të kemi një kuvend të konstituar apo jo. Në ndërkohë që do ndrojmë pak teme, do të flasim për diçka krejt tjetër. Do të flasim për një rrëfim që 27 vjet më vonë Ramadan Nishori vendosi ta ndajë si një përjetim